Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Kryeministri Edi Rama shpalosi sot programin e Partisë Socialiste Shqipëria 2030. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë u ndal tek procesi i integrimit të vendit drejt Bashkimit Evropian, ku nënvizoi se sot kemi në tryez një plan të dakortëzuar me BE-n për t'i mbyllur negociatat brenda 2 viteve të ardhshme. Në kanalin zyrtar të Eurovision në YouTube u publikua videoklipi i këngës Zjerëm që do të përfaqësojë Shqipërinë në spektaklin Europian të këngës. Mbi 20.000 shikime janë regjistruar në orën e parë, një rekord më vete ky për garën virtuale. Dyshja e këngëtarëve Beatrice Gjergji dhe Kol Laca do të ngjiten në skenën magjike natën e parë më 13 maj për të dhuruar një spektakël të vërtetë. Laveru, ko 75 vjeç nga fshati Umelici i Bashkisë Gjirokastër, vazhdon të trashëgojë traditën e hershme të blegtorisë që ka marrë nga familja e tij, që prej fëmirisë ai ka mësuar mënyrën e kujdesit për bagëtit dhe tashmë për kujdeset për rreth 100 të imta prej të cilave merr produkte të ndryshme, me tregtimin e të cilave mban familjen. Saranda është një prej destinacioneve më të preferuara për turistët. Çdo vizitor që vjen në Bregdet nuk largohet pa vizituar edhe galerinë e arteve, e cila është një prej aseteve ku ka të ekspozuara vepra nga piktorë të ndryshëm. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama shpalosi sot programin e Partisë Socialiste Shqipëria 2030. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë u ndal tek procesi i integrimit të vendit drejt Bashkimit Evropian, ku nënvizoi se sot kemi në tryez një plan të dakortëzuar me BE-n për t'i mbyllur negociatat brenda 2 viteve të ardhshme. 4 vjet më parë Integrimi brenda 2030-s dhe dhënia e pasaportës së Bashkimit Evropian shqiptarëve ishte kryefjala e kryeministrit Edi Rama, ndërsa prezantojnë programin e Partisë Socialiste për Shqipërinë 2030. Kreu i qeverisë theksoi se jemi më pranë se asnjëherë më parë për të bërë pjesë e familjes së madhe të Bashkimit Evropian. Sot ne, Shqipëria, kemi në tryez një plan të dakortësuar me BE-n për t'i mbyllur negociatat për 2 vitet e ardhshme. Dhe për herë të parë kemi në dorë mundësinë historike, mundësinë reale, mundësinë aktuale që të hyjmë në Bashkimin Evropian. Të hyjmë tani brenda kësaj dekade, jo në dekadën e ardhshme, sepse yjet janë rreshtuar në favorin tonë. Ylli i fatit tonë është rreshtuar me yjet e fatit të Europës. Dhe po e përsëris, këtë mundësi nuk e kemi pasur kurrë, sepse për herë të parë nuk kemi vetëm ne që duam të hyjmë sa më parë në Bashkimin Evropian, por është edhe Bashkimi Evropian që kërkon të na marrë brenda në gjirin e vet sa më parë. Kryeministri nënvizoi se 11 maj është një mundësi për ta marrë këtë pasaport, por njëherësh për t'i dhënë një mesazh të qartë Europës se shqiptarët janë bashkuar për anëtarësimin dhe pasaportën e BE-s. Pasaporta evropiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga i korridori pa radhë, në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është edhe liri qëndrimi në çdo pikë brenda perimetrit të kufirit të Bashkimit Evropian. Nga Varshava në Lisbon, nga Madridi deri lart në vendet baltike, nga Stockholmi deri poshtë në Athinë. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Me pasaportën e BE-s, vajzat dhe djemt e Shqipërisë do të studiojnë në çdo universitet të Europës me të njëjtat kushte, me të njëjtat tarifa si student të barabartë europian dhe jo me tarifa ekstra dhe as përmes kuotave të ngushta si student të huaj. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të mund të punojë pa leje pune, ku do qoftë, nga Stockholmi në Lisbon, nga Madridi
në Varshavë, duke gëzuar të njëjtat të drejta, si suedezën në Suedi, si portugezën në Portugali, si polakët në Poloni, si spanjollët në Spanjë, si dhe duke përfituar edhe kartën sociale të BE-s për të përfituar nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, të cilit do shteti ku gjëndet i punësuar apo e punësuar në Bashkimin Evropian. Kreu ekzekutivi të renditit të gjitha përfitimet që vijnë për shqiptarët me marrjen e pasaportës së BE-s nga e drejta e studimit, te barazia e lirive individuale dhe jo vetëm. Në të gjitha këto paga, Në kanalin zyrtar të Eurovision në YouTube u publikua videoklipi i këngës Zjerm, që do të përfaqësojë Shqipërinë në spektaklin europian të këngës. Mbi 20.000 shikime janë regjistruar në orën e parë, një rekord më vete ky për garën virtuale. Dyshja e këngëtarëve Beatrice Gjergji dhe Kol Laca do të ngjiten në skenën magjike natën e parë të 13 majit për të dhuruar një spektakël të vërtetë. Në këtë minutë, në këtë qast, në paranoja Pas qio të ylber të duket puta Në peru pas një murancë Kërkush sot me arogancë Edhe sot të në tanë që s'peshet koha Për punën dhe në nujë kërës më të koja Në kanalin zyrtar të Eurovision në YouTube u publikua videoklipi i këngës Zjerm që do të përfaqësojë Shqipërinë në spektaklin europian të këngës. Krijon e mua një zemër të postër Në notën time Të dërgoj dritën amani Ajo që bie në sy është numri i lartë i klikimeve të arritura brenda një ore nga publikimi, siç e tregojnë edhe shifrat, mbi 20.000 shikime janë regjistruar në orën e parë, një rekord ky më vete për garën virtuale, që po bëhet mes konkurrentëve nga Europa, por edhe Australia e largët. Do se u publikuan në të njëjtin orar, Shkodra Elektronike fluturon me distancë nga dy videoklipet të dy shteteve të tjera konkurrente, Irlanda me vetëm 2200 klikime dhe Letonia me 2700 shikime brenda një ore. Zjerm le pas edhe britanikët me 7500 klikime, kënga të cilëve është publikuar afro 24 orë më parë. Bjerë një valet tona tribale që u shtojnë saur teku kur bjen male Zjerm. Njerëz po emën e njerëz të dlirt, njësej putën e binj si shtatë thejta që të mullin në shpirt Zjerm. Këtu flendetje Këtë të premte u dhe shorti për prezantimin e këngëve në festival. Dyshja këngëtarëve Beatrice Gjergji dhe Kol Laca do të ngjiten në skenën magjike natën e parë, më 13 maj, për të dhuruar një spektakël të vërtetë me këngën e tyre Zjerm, që ka fituar jo vetëm zemrat e qytetarëve shqiptar, por edhe më gjerë. Postër në notën time Të dërgoj dritën ama miserere Ama miserere Kryetari i komunitetit mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu ka uruar sot përmes një video mesazhi të gjithë besimtarët mysliman dhe shqiptarët kudo që ndodhen për Fitër Bajramin. Ai shprehet se sot besimtarët mysliman po përcjellin muajin e madhërisëm të Ramazanit dhe po i japin lamtumirën e fundit, muaj të bekuar që la pas falje e mëshirë për secilin. Për më shumë ndjekin mesazhin e plotë të zotit Spahiu. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur motra dhe vëllezër kudo që ndodheni. Sot besimtarët musliman po përcjellin muajin e madhërisëm të Ramazanit. Po i japim lamtumirën e fundit muajit të bekuar që la pas falje e mëshirë për secilin. Nesër është fest, është Fitër Bajrami. Hani e pini të gëzuar nga se këtë e keni fituar në ditët e kaluara, thot Zoti i Madhërisëm. Ne sot i lutemi Zotit të madhruar, mëshiruesit, bamirësit, që Ramazani i nderuar, i cili në këtë botë është, fundëkrye një mirësi e madhe për ne, në ditën e ringjalljes të ndërmjetësoj tek Zoti për ne, duke thënë: O Zot, unë i kam penguar këta gjatë ditës nga të ngrënët, të pirët dhe kënaqësitë e tjera të ndryshme. Pranoje ndërmjetësimin tim në favor të tyre. Të nderuar motra dhe vëllezër, agjërimi ishte një shkollë një mujore për secilin prej nesh. Gjatë këtij muaji, njeriu mëson se modestia dhe jo mendjemasia është virtyt. Mëson se falja është më me vlerë se hakmarrja.
Mëson se përkujdesi ndaj të varfërve dhe të pamundurve është cilësi më e lartë se indiferentizmi. Të dashur motra dhe vëllezër, mëson vetë disiplinimin, vetë kontrolin dhe vetë edukimin. Sot nuk mund t'i përmend të gjitha ato të mira që i mësuam nga muaji Ramazan, por desha të theksoj një çështje me rëndësi, mbi të cilën duhet të përqendrohemi me seriozitet dhe sinqeritet. Drejtimin që e morëm në Ramazan, suksesin e sjelljeve dhe jetën e përparuar fetare që e arritëm, duhet t'i vazhdojmë më tej. Të nderuar vëllezër, ruajeni atë që e fituat në Ramazan. Nesër ne festojmë me familjet, të afërmit dhe miqtë tanë, por nuk harrojmë të bëjmë pjesë të gëzimit edhe të varfrit, të sëmurët, të moshuarit, për të cilët, përveç lutjeve drejtuar Zotit të Gjithësisë për sikletet e tyre, japim edhe mbështetjen tonë direkte sipas mundësisë. Uroj që kjo festë të sjellë harmoni, solidaritet, begati dhe mirëqenie në familjen e çdo shqiptari. Fitr Bajrami let na shërbej si moment i vetëdijësimit ton që të respektojmë dinjitetin dhe vlerat e përgjithshme njerëzore. Qoftë ky Bajram një burim mirësie, dashurie dhe uniteti për ju dhe të dashurit tuaj. Amin. Ksamili këtë verë do të ofrojë një imazh infrastrukturor rrugor të përmirësuar që në hyrje të qytetit. Projekti që ka vlerën e 184 milion lekëve dhe pritet të përfundojë brenda muajit maj, parashikon ndërtimin e një bajpasi që do të kalojë nga liçeni i Butrintit. Zhvillimi i vullshëm i biznesit turistik vendas në Ksamil duket se ka vënë detyra edhe për qeverisjen. Ato janë konkretizuar me projekte serioze investimesh të cilat po e përgatisin në një mënyrë shumë cilësore Ksamilin për sezonin turistik 2025. Një prej këtyre projekteve do t'i jap fund hyrjes për në Ksamil nëpërmjet një rruge pa gjerësinë e nevojshme, pa sinjalistik dhe pa ndriçim, mungesa këto që shpesh janë bërë shkak për aksidente. Për shkak të terrenit të vështirë, gërmimi në krah të rrugës ekzistuese për hapjen e trasës së re kanë zgjatur 3 muaj radhazi prej nëntorit të vitit të kaluar. Mësohet se deri tani është kryer 40% e punimeve. Investimi parashikon ndërtimin e një bajpasi që do të kalojë nga liçeni i Butrintit, zonë të cilën gjithashtu janë realizuar punime të rëndësishme. Kantierin e këtij investimi ditë më parë vizitoi edhe kryeministri Edi Rama. Kryetari i Bashkisë së Sarandës Soltion Çaçi thanë se ky investim lehtëson dukshëm mobilitetin dhe bën edhe lidhjen me zonën e liçenit. Një parkim publik këtu, një parkim publik në fund fare dhe një parkim publik në mes dhe pak a shumë dhe kemi Ksamili sistemuar në parkim. Edhe i zgjidhni që nesër pas në kalojmë me bicikleta eko se ndryshe këtu. Kush do vinë Ksamil këtë sezon do shikojnë ndryshime të rëndësishme. Një aks rrugor të rëndësisht i rindërtuar. Fillojmë punën edhe me shëritoren dhe me një sistemim shumë konstruktiv të plazheve, me shumë ndërhyrje brenda për brenda të realizuara. Ndërkohë që nuk jemi në fund të gjës, jemi në proces, por Ksamili 2030 do jetë një model mesdhetar në çdo aspekt. Nisur kemi në kantierin e rrugës kryesore të Ksamilit, e cila me fillimin e punës e me bërjen e me ndaluar, që tam do bëjmë një si jeni? Çfarë bëhet? Praktikisht është gjithë nga hyrja dalë e Ksamilit, që është rruga kryesore 2.2 km. Deri në fund është 2.2 km. Se me bërjen e bypass merr një karakter komplet tjetër, komplet urban dhe turistik. Dhe praktikisht janë trajtuar rruga, trotuarët me pllaka, ndriçimi me LED dhe pjesa e gjelbërimit. Në vesh me gurë, me këta jemi duke komunikuar me bizneset lokale të rrugë atje. Ja, shkoj muri me gurë, vijeti gjithmonë vazhdojmë. Dhe e kemi filluar aty pjesë poshtë. Okej.
Rruga e re hyrëse për në Ksamil do të jetë me 3 korsi, ndërkohë që në 2 krahët do të ketë trotuare, ndërsa në krahun nga deti do të ketë edhe korsi biçikletash. Vlera e këtij investimi shkon mbi 184 milion lekë dhe pritet të përfundojë brenda muajit maj. Me përfundimin e këtij investimi, Ksamili këtë verë do të ofrojë mundësi e kushte shumë komode për udhëtim të sigurt dhe një imazh fizik të përmirësuar dukshëm qysh në hyrje për në gadishullin e cilësuar si Maldivet shqiptare. Laver Ruko, 75 vjeç, nga fshati Umelici, bashkisë Gjirokastër, vazhdon të trashëgojë traditën e hershme të blektorisë që ka marrë nga familja e tij, që prej fëmirisë ai ka mësuar mënyrën e kujdesit për bagëtit dhe tashmë për kujdeset për rreth 100 të imta, prej të cilave merr produkte të ndryshme, me tregtimin e të cilave mban familjen. Laver Ruko, një 75 vjeçar nga fshati Umelici, bashkisë Gjirokastër, është një blektor që trashëgon traditën e blektorisë, një zanat që ka kaluar nga brezi në brez në familjen e tij, që prej fëmirisë Laveri ka mësuar të kujdeset për blektorinë dhe të respektojë metodat e vjetra të blektorisë, duke i ruajtur ato me përkushtim dhe dashuri. Për të, blektoria nuk është thjesht një profesion, por një pjesë e rëndësishme e jetës së tij. Që kur u shprish regjimi që atëherë si që ndau kooperativa, morë i shtuam. Po tradit, atë kemi trashëguar që na pleqësirë, që na plekë tanë. Po duan breslokun, duan kullotën, duan njeri unë me vete. Po e vështirë është se ato janë, sidomos me blektorinë, është gjallë, nuk e lëndo të veç kur të bëne ty puna, të do në mrapa. Tani ku i mbani? Tani këtu, kemi marrë ara me qira në fush aty edhe i nxjerr djali vete, djali me to, i bie, i mjel. Me produktet që merr prej tyre si qumshti, djathi dhe mishi, blektori i vjetër nxjerr edhe të ardhurat ekonomike për familjen e tij. Të tëra, këtë qumshi, djalpi, djathi, mishi, në Baxhë. Ka kërkesa? Ka, kërkesa ka. Një element tjetër i rëndësishëm i historisë së 75 vjeçarit është fakti se ai ka mundur të përcjell pasionin dhe njohuritë për blektorinë të djalit të tij. Pas shumë viteve përvojë dhe mundi, Laveri është i sigurt se trashëgimia e blektorisë do të vazhdojë edhe në brezat e ardhshëm. Stafi arsimor i shkollës profesionale Antoni Thanasi në Sarand ka përgatitur një numër të konsiderueshëm projektesh dhe konkursesh midis shkollave të rajonit të Jugut. Synimi i këtyre konkurseve është shfaqja e vlerave dhe traditave kryesisht nga nxënësit e hotellerisë turizmit. Shkolla e mesme profesionale Antonia Thanase në Sarand po organizon një sër projektesh dhe konkursesh mes shkollave të rajonit të Jugut. Një prej konkurseve është tradita në kulinari me gatime tradicionale të gjysheve dhe tradita isopolifonike. Është dhe pak si vazhdimi i projekteve që ne kemi filluar vitin tjetër dhe konkurseve të cilat janë shumë të suksesshme dhe i bën një promocion, sepse këto projekte bëhen dhe në kuadër të promocionit të shkollës. Në ditët që do jenë këto projekte do jenë të ftuar si institucionet lokale, por një numër shumë i madh shkollash në gjithë rajonin e Jugut. Kemi një kriter që do të jenë vajzat e klasave të nënta që do jenë në konkurim. Një tjetër konkurs që po përgatitet është edhe për degën e ekonomi, ndërkohë që drejtoresha e këtij institucioni, Rudina Liçaj, bëri me dije se këtë vit marrin pjesë edhe në projekte të Komisionit Evropian. Ne si shkollë jemi dhe në projekte të tjera, si vjetë është viti parë që ne marrim pjesë në projekte të Komisionit Evropian, është një projekt interesant, turizmi qarkullues, ku janë të përfshirë shumë partnerë në këtë, përveç nga Shqipëria është Dhoma Ekonomike e Tiranës, është Qendra Auleda e Vlorës, janë 2 shkolla shqiptare dhe Qendra e Formimit Vlorë, kurse partner të huar janë ITKAMI, që është Dhoma Ekonomike Italiane në Gjermani. Këto projekte dhe konkurse janë mundësi e mirë për nxënësit që studiojnë hotelleri turizmi dhe duan të jenë pjesë e tregut të punës.
Rreshjet e ditëve të fundit kanë ndikuar pozitivisht në bujqësi duke përmirësuar furnizimin me ujë dhe duke favorizuar disa kultura bujqësore. Në Libohov, fermerët tashmë po përgatiten për mbjelljet pranverore. Deri tani janë mbjellë rreth 80 hektar me jonç, ndërsa mbjellja e misrit pritet të shtrihet në rreth 220 hektar, një sipërfaqe e ngjashme me atë të vitit të kaluar. Rreshjet e ditëve të fundit kanë ndikuar në frenimin e punimeve nga ana e fermerëve, por nga ana tjetër kanë qenë të favorshme për kulturat bujqësore. Në bashkinë e Libohovës, përveç ndikimit pozitiv, rreshjet kanë ndihmuar në rritjen e prurjeve duke përmirësuar ndjeshëm sasinë e ujit të depozituar në liçenet e bashkisë. Kishte një periudhë të gjatë pa rënë shi dhe ka favorizuar depozitimin e ujit në liçenet ujëmbledhëse të bashkisë. Pasi niveli i tyre ka qenë i ulët dhe prurjet e lumit sugës dhe burimet e tjera janë shtuar dhe si rrjedhim sasia e ujit të depozituar në këto liçene është përmirësuar. Periudha aktuale përkon me përgatitjet për mbjelljet e pranverës dhe fermerët kanë përshpejtuar punimet e tyre. Gjatë ditëve të para të muajit, kushtet e motit kanë qenë të favorshme, duke lehtësuar punën në fusha. Përgatitjet janë zhvilluar me ritme të shpejta, me fokus të veçantë te mbjelljet e reja të kulturave bujqësore. Kryesisht ka përfunduar mbjellja e kulturës së jonçës, e cila u mboll në një periudhë optimale dhe rreshjet e ditëve të fundit favorizuan mbirjen e kësaj kulture. Në teritorin e bashkisë Libohovës, kultura e jonçës është një sipërfaqe të konsiderueshme dhe mbjelljet e reja janë rreth 80 hektar. Pas kulturës së jonçës, krahas kulturave perimore, të cilat i përdorin për nevojat vetjake të tyre, një pjesë e mirë e fermerëve, kryesisht zona fushore e kësaj bashkie, kultivon kulturën e misrit, e cila është një kulturë bazë dhe në sipërfaqe të konsiderueshme. Mbillen rreth 220 hektar dhe sipërfaqja dhe këtë vit do të jetë e njëjtë. Në teritorin e bashkisë së Libohovës janë në total 2200 hektar tokë bujqësore, e cila kultivohet me kultura të ndryshme. Saranda është një prej destinacioneve më të preferuara për turistët e huaj. Çdo vizitor që vjen në Bregdet nuk largohet pa vizituar galerinë e arteve, e cila është një prej aseteve ku ka të ekspozuara vepra nga piktorë të ndryshëm. Galeria e Arteve në Sarandë tashmë është pjesë e guidave turistike të këtij qyteti. Drejtori i kësaj galerie, Lefter Qeko, thotë se vizitorët e huaj, si polak, gjerman apo spanjoll, janë ata që vinë më shpesh dhe kanë interes të lartë për këtë muze. Ky vit ka nisur i mbar, domethënë nuk u ndërpre linja e vizitorëve. Kjo e tregon domethënë prurjet nga Polonia, nga vendet skandinave, nga Gjermania, nga Spanja, Italia, nga qytetet fqinj të Greqisë këtu, që vinë edhe grupe të organizuara, edhe familjar që janë me pushimet e dimrit në qytetin tonë. Turistët ndalen pranë këtij ambienti për të njohur nga afër me krijimet që janë të ekspozuara dhe për të lënë përshtypjet e tyre të para. Interesimi i tyre është tek ato veprat që i shikojnë për herë të parë dhe ata që vizitojnë për herë të parë qytetin tonë, që krahas diellit, detit, bukurive të tjera, vinë këtu dhe gjejnë historinë të pikturuar, të bërë skulptura, nëpërmjet portreteve, nëpërmjet kompozimeve, njëkohësisht edhe me veprat bashkëkohore, që këto janë si rezultat i krijuesve më të me emër që kemi ne këtu në Shqipëri. Bregdeti i Sarandës dhe asetet turistike që ka ky qytet janë kthyer në të preferuarat e vizitorëve vendas, por kryesisht të huaj. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.